Jemi me një nga zërat më përfaqësues të politikës shqiptare të opozitës në këtë rast, me deputeten e zgjedhur, ajo është aktualisht deputete në fakt akoma në këtë legjislaturë, zonja Nurida Tabaku. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit Trini për mundësinë edhe për diskutimin. Shpresoj për gjëra opozitare si gjithmonë. Patjetër. Ndërkohë, si ndiheni që jeni një nga zonjat më të votuara në të gjithë, po themi, nga të gjitha kandidatët që morën pjesë në këtë zgjedhje? Shiko, unë kam folur shumë pak për procesin e zgjedhjeve, sepse lëret përfundoi i gjithi. Nuk ka përfunduar akoma i gjithi, kemi përsëri rinumërim për Tiranën, edhe ato vota që unë mora janë vota brenda edhe kuadrit Partisë Demokratike. Sigurisht që është një vlerësim, ndjen edhe një përgjegjësi të shtuar. E prisnit? Nuk besoj që në këtë proces neve e parashikonim. Nuk e parashikonim dot, nuk parashikoje dot as rezultatin për partinë, që them të drejtën, asnjëri nga ne nuk e ka bërë komod, por nuk ishte qëllimi që të dilja unë deputete. Qëllimi ishte rotacionit politik dhe fitores Partisë Demokratike. Në nivel personal nuk jam ndjerë mirë në ato momente kur bëhej numërimi, sepse bëj fjalë mandati 13, mandati 14 dhe nuk jam ndjerë as komode për faktin që ishte mes meje dhe Ilirit. Mund të për diçka për cilën nuk paraflisnin shumë, po besoj që mund ta ndalni me ne. A ka qenë proces edhe i lodhshëm fizikisht edhe domethënë emocionalisht i gjithë procesi numërimit, e mori mandatin se mori, ka qendra e vëmendjes, ju shkoi jo pak tek ju pavarësisht se... Shiko, ka qenë një proces, ka qenë një fushat shumë e gjatë dhe e lodhshme. Ka qenë e vështirë në terren, ka pasur jashtëzakonisht shumë pengesa edhe për kundërshtarin që kishin përballë, po edhe faktin që kësaj radhe nuk ishte më veç një betejë me kundërshtarin, po ishte edhe një garë mes nesh. Dhe aty ti shpeshherë nuk ndihesh komod, sepse ti do shkosh në një territor, do takosh njerëz që ndoshta e ka takuar dhe një nga kolegët e tu. Dhe më pas procesi i numërimit që zgjat kaq shumë pafundësisht, që ndoshta eksperienca e Vorës dhe njësisë numër 10 me atë votimin elektronik që u krye menjëherë dhe me atë numërimin elektronik që doli rezultati menjëherë, mund të jenë një mendim shumë i mirë se si mund t'i evitojmë edhe këtë procesin e gjatë të numërimit, po edhe të nxjerrjes së rezultatit. Mund të them që faqja më e klikuar jo vetëm nga unë, po nga shumë njerëz edhe në diasporë, familjar, miq, shok, ka qenë faqja KQ-s. Që rifreskoheshin ato rezultate në mënyrë të vazhdueshme. Cili bashkë lajmëroi që kishte qenë jo pak e sulmuar. Nuk e di këtë detaj, nuk kam ndjekur dot lajmet, por ditë të them që ato momente kanë qenë me të vërtet momente që dukej sikur nuk mbaronin kurrë. Supozojmë që keni përpara një publik i cili nuk ka, te ky publiku që po ndjek tani, nuk ka gazetar, nuk ka nuk ka gazetar, nuk ka politikan, nuk ka njerëz brenda partive që kanë funksione të caktuara, por ka votues të cilët duan të dinë prej jush, zonja Tabaku, çfarë ndodhi me zgjedhjet e 11 majit në Partinë Demokratike. Shiko, në qoftë se do ma kisha bërë këtë pyetje muaj më parë, unë nuk do kisha pasur këtë qëndrim, sepse kur nuk kisha për ta parashikuar dot shkallën e të manipulimit, po edhe të presionit. Për herë të parë Drini në këto zgjedhje mua më ka qelluar, dhe unë kam qenë 2009 që bëj fushat. Për herë të parë në këto zgjedhje mua më kanë qelluar qytetarët të cilët thonin mos na nxirrni foto. Edhe qytetarë të thjesht, bizneset e vogla, bizneset mëdhaja, punonjës në punës të administratës publike, dhe kishte një komponent frike që të them drejtën ishte prezent aty. Unë do kisha shpresuar që këto ishin zgjedhjet e para me negociata të hapura dhe ishin zgjedhjet e para të cilat Shqipëria kishte me të vërtet një test për të treguar ky vullneti politik për procesin e integrimit. Është me të vërtet aty apo është thjesht një retorik politike që ne e përdorim rëndom? Dhe Shqipëria tregoi që nuk di të organizojë zgjedhje. Unë kam konsideruar këtë një mundësi të humbur, të them të drejtën. Një mundësi të humbur për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kur thoni manipulime, të kujt forme? Tani, a vërtetohen këto manipulime? A ka struktura që mund t'i pikasin dhe t'i denoncojnë? Ti mos merr ato që thot Partia Demokratike, mos merr edhe deklaratat që bëjmë ne si politikan. Po lexo raportin ose BE Odirit. Dëgjoj prezantimin që bëri kryesuesi që drejtonte ekipin e Parlamentit Evropian, zoti Galer, në Parlamentin Evropian në zgjedhje. Pra, ti edhe po të shohësh njerëz të cilët janë totalisht të palidhur dhe të papërfshirë në këtë proces, sepse unë kam qenë në vetë parë e përfshirë. Kolegët e mi të Partisë Demokratike kanë qenë në vetë parë të përfshirë.
ti edhe nëse merr dhe dëgjon, qoftë edhe një raport si ai ose bëjo dyrit, ti shikon shkallën e manipulimit. Dhe unë nuk bie fare dakord që këto zgjedhje kanë prodhuar të njëjtin raport si zgjedhjet e shkuara, sepse deklarata në komision të jashtëm nga ai që drejtoi ekipin e vëzhguesve të Parlamentit Evropian, që flet për përdorim burime shtetërore, për presion mbi administratën publike, për mos ndarje të shtetit me partinë, po qoftë edhe për influencë të grupeve kriminale dhe për orientim të votës, janë me të vërtetë shqetësuese. Unë si luftohen këto zënë dhe bak? Këto luftohen vetëm me vullnet politik. Nëse ti më thua që hajde ulemi këtu dhe bëjmë një reformë zgjedhore që ti zgjidhim këto gjërat ose të miratojmë një ligj që ti zgjidhim këto çështje, unë nuk di të them. Tani ju po flisni për vullnet politik me njëri që e njihni shumë mirë, që ka emrin Edi Rama. Pikërisht pra këtë po them. Do me thënë, ju e njihni prej vitesh vullnetin tuaj, do me thënë se si është sjellja. Ka munguar vullneti politik për rotacion, ka munguar vullneti politik për organizim zgjedhjesh dhe ndodhemi këtu. Të përmend dy element shumë të thjeshtë. Tani, qeveria shqiptare ka marrë se detyrim procesin e integrimit administratën e depolitizuar. Raporti ose bëjo dirit thotë që në këtë rast dhe në këto zgjedhje ka një lidhje të shtetit me partinë, nuk ka ndarje shteti partisë dhe ka pasur të gjithë administratën publike në funksion të zgjedhjeve. Tani çfarë i thuat i kësaj? Si mund zgjidhet kjo? Më thuaj me një ligj që ne mund ta zgjidhim këtë. Këtë mund ta zgjidh së pari presioni që mund të bëjnë ndërkombëtarët për procesin e integrimit, e doni apo se doni këtë proces, dhe zgjedhjet janë kriteri kryesor, dhe së dyti një qeveri teknike që ka qenë artikuluar gjithmonë, nuk është hera parë artikulimi i një qeverie teknike. A ka një aksion opozitar i cili do të jetë i ndërlidhur me gjithë pakënaqësi që po denoncohen nga shumë zyrtarë të Partisë Demokratike? Procesi s'ka përfunduar akoma. Ne kemi një raport paraprak që ka dalë. Ne presim një raport përfundimtar i cili do të dalë. Unë mendoj që ne sot kemi nevojë për një aksion politik i cili ndërthur sigurisht denoncimin dhe bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar për ta çuar shqetësimin e zgjedhjeve kudo, po nga ana tjetër duke vazhduar, duke artikuluar edhe një ofertë opozitare, duke vazhduar dhe duke bërë dhe opozit, po qoftë edhe për këto çështjet ekonomike dhe këto problemet e jetës së përditshme që kanë shqiptarët. Në këtë rast është fjala juaj kundër fjalës së një kryeministri të rivotuar, për të rivotuar sërish. Është fjala e Osobe Odirit, është fjala e Parlamentit Evropian, është fjala e vëzhguesve. Kryetari i Partisë Socialiste në pushtet i quan për humbur, thotë Partia Demokratike ka humbur busull, nuk di më ku është. A ka diçka këtu për cilën Shiko, që Partia Demokratike duhet bëjë analizën e vetë dhe do ta bëjë analizën e vetë, kjo është një çështje që si takon as Edi Ramës, as Partisë Socialiste, është një çështje e strukturave tona që ne patjetër duhet ta bëjmë këtë diskutim të brendshëm. Sidomos edhe mbas këtij procesi zgjedhor. Po që të marrë si etalon të vërtetës Edi Ramën, do me thënë ndodhemi vite dritë larg vërtetësisë fakteve. Që tjeti shqetësuar ai për opozitën nuk më duket shqetësimi i fundit. Në qoftë se do kishte qenë i shqetësuar për zgjedhjet, atëherë do kishim pas një proces tjetër zgjedhor. Do kishim pas hapësirë të opozitës në parlament, do kishim pas qoftë edhe një diskutim për çështje që normalisht duhet flas një klasë politike. Ju jeni një zë politik që gjithmonë keni vepruar mbi institucionin. Pra, do të thonë duke respektuar rregullat dhe çdo institucion. Janë përpjekur që ti shfrytëzoj hapësirat institucionale. Tani, këtu në këtë fazë ku ndodhemi ne, pra, është ky rezultati, janë këto manipulimet. A kemi hapësira institucionale, zënë Tabaku? Sigurisht që kemi hapësira institucionale. Hapësirat që ne po përdorim ndërkombëtarisht janë hapësira institucionale. Hapësirat të cilët ne përdorim në Parlamentin Evropian janë hapësira institucionale. Denoncimi i zgjedhjeve në Parlament është përsëri hapësirë institucionale. Drini, kjo është një rrugë e pashkelur. Kjo është një rrugë e pashkelur për Shqipërinë, kjo është një rrugë e pashkelur edhe për Partinë Demokratike, dhe unë besoj që ne kemi nevojë sigurisht për të parë se si do të jetë aksioni opozitar shtator. E pashkelur në shkuptimin që do të thënë e pashkelur sepse Shqipëria po shkon në një qeverisje që është në fillim të një mandati të katërt. Nuk është natyrore, nuk është shëndetshme për një demokraci, se këtu nuk bëhet fjala vetëm për Partinë Demokratike. Se po të ishte shqetësimi vetëm për Partinë Demokratike dhe vetëm për opozitën, sigurisht që nuk do ishte debat publik. Këtu bëhet fjala për demokracinë, këtu bëhet fjala për mungesën e rotacionit politik dhe këtu bëhet fjala për rrugën që do marrë Shqipëria në të ardhmen. Ju keni qenë pjesë e delegacionit të drejtuar dhe nga kryetari i Partisë Demokratike Berisha, që keni marrë pjesë edhe në Asamblen Parlamentare të Partive Popullore Europiane. Cilat janë hapat që presim nga këto, po themi, takime dhe sa të rëndësishme në ato?
Shiko, denoncimi është diçka dhe mbështetja e tyre nëpërmjet rezolutave është diçka, po kësaj radhe kishte edhe një risi që ishte misioni faktmbledhës që ato duan të dërgojnë në Shqipëri, që unë shpresoj që të kemi informacione së shpejti për datën dhe për mënyrën dhe se si do të procedohet. E njëjta gjë ndodhi edhe në Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian, edhe kryetari i Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian deklaroi që do të sjellë një mision faktmbledhës në Shqipëri, sepse ashtu siç e përmendaj që në fillim, faza e re ku ndodhet Shqipëria me hapjen e negociatave nuk kalon asgjë së mbylltasi. Nuk kalon asgjë as pa monitorim, as pa kontroll. Dhe zgjedhjet janë pjesë e grup kapitullit parë, të atyre që quhen themelore, dhe janë kriter bazë, qoftë për një shtet normal dhe qoftë edhe për procesin e integrimit. U ngritën disa strukturat posaçme për të vëzhguar zgjedhjet. U bë buje e madhe, pavarësisht se këto struktura duhet ishin ngritur edhe më herët. Të diskutuara në fakt edhe tek reforma zgjedhore, këtë ma konfirmoi edhe zoti Bylluk Bashi që kisha përpara disa ditësh në studio, tha që në fakt nuk është diçka e re, nuk është se u bë nga dëshira e tyre, tha, pa ajo ka qenë e parashikuar. Ka qenë një kërkesë e hershme e opozitës, them të drejtën, që nisi për herë të parë në 2023 me zgjedhjet e 2023. Ka shumë sa prodhon politika shqiptare. Domethënë nuk është se ishte një gjë që ndodhi nga hiçi, po ka qenë një gjë e kërkuar. Ky mision që u ngrit, po themi ky grup pune, në këndvështrimin tuaj, si rezultoi? A e parandaloi ky krimin zgjedhor? Kjo është pyetja që unë kam. A e parandaloi kjo që të vidhej vota, që të tjetërsoj vullneti? Në gjykimin tim nuk e ka parandaluar. E kemi diskutuar bashkë përpara zgjedhjeve këtë, dhe shqetësimi që unë kam pasur në atë kohë ka qenë që ne nuk na duhet që dosje si Elbasani, si Shkodra të bëhen publike 4 vite mbasi ka ndodhur krimi zgjedhor. Sepse nuk e ndryshon dot rezultatin zgjedhor. Nuk ka asnjë vlerë që Yrgyth Shërbia sot është në burg. Ka vlerë për drejtësinë, që ai është përpara drejtësisë, po a e ndryshon dot faktin që ai tjetërsoi votën dhe vullnetin e qytetarëve? Edhe në këtë rast, a u parandalua tjetërsimi i votës dhe vullnetit qytetarëve? Më vjen keq të them që nuk është parandaluar. Unë do kisha shpresuar për shumë, do kisha edhe mbajt edhe një qëndrim qoftë ndryshe, por ne ndodhem përpara faktit ku ka pasur influenca, ashtu siç thotë edhe raporti OSBE Odirit, ka pasur ashtu siç tha edhe drejtuesi i delegacionit Parlamentit Evropian, influenca të cilat e kanë orientuar vullnetin e zgjedhësve, edhe kanë ndryshuar dhe tjetërsuar atë, dhe nuk patëm një parandalim të krimit zgjedhor. Po mirë, ju thoni zona Tabaku që të gjithë kjo diferencë mandatesh që ka Partia Demokratike me Partinë Socialiste janë deputet që vinë nga krimi dhe nga lidhjet që ka qeveria, po themi, me krimin përmes manipulimit votave? Shiko, ti e di që unë nuk kam qenë ndonjëherë në një politikane e lajmeve bombastike. Kam preferuar më mirë që ti them gjërat me pak qetësi, për të kaluar te kjo që thua, me pak qetësi dhe më ngadalë, por ajo që është e rëndësishme është që sistemi aktual zgjedhor, influenca e ndryshme, qoftë të grupeve kriminale, qoftë përdorimi i burimeve, qoftë presioni mbi votuesit, emigracioni i lartë, edhe shumë elementë të tjerë kanë çuar në këtë rezultat. Tani të më thuash ta ndaj unë me thik, se sa ka ndikuar njëra dhe tjetra është e vështirë që unë ta parashikoj. Por me sa unë kam përjetuar në vetë parë, është një makineri e tërë që ka funksionuar në funksion të kësaj. A ka diçka që duhet të, po themi, organizoj Partia Demokratike? Ka shumë. Duhet të ristrukturoj, të vlerësoj. Çfarë mendoni që duhet ndodhë? Duhet të ketë cilat hapa, se kemi dëgjuar shumë skenarë këto ditë, ju e dini, nga më ekstremet deri tek më, po themi, ata të pakuptimtit. Ju, cilëve skenari qëndroni për atë që duhet ndodhë në Partinë Demokratike? Se çfarë do të bëj Partia Demokratike, ne duhet t'ja lëmë Partisë Demokratike për të bërë. Debatin e brendshëm ne nuk duhet ta bëjmë. As debat televizionës, as debat përcaktuar dhe t'imponuar nga jashtë. Kureshtje ka? Por strukturë, patjetër, nuk e diskutoj që ka kureshtje. Por ne drin nuk duhet të përsërisim gabimet që kemi bërë në të shkuarën. Për mua fakti që debati i Partisë Demokratike ka shkuar qoftë në studio televizive, qoftë në sallën e parlamentit, nuk ka qenë faktor i mirë. Mund të ketë dëmtuar publikisht, që le ta lëmë edhe strukturat, edhe kryesinë, edhe Partinë Demokratike, mbasi të përfundojë ky proces, ti marrin vendime, të reflektojnë, të shohin hapat që duhen ndërmarrë. Besoj që e rëndësishme sot është që së pari denoncimi i krimit zgjedhor duhet patjetër të ndodhë, ne nuk mund të presim zgjedhje të tjera që të ndodhë kjo. Dhe së dyti, ka një ndërgjegjësim akoma dhe më të madh për faktin që
sot kjo ka kaluar përtej një shqetësimi të Shqipërisë. Ky është një shqetësim europian tashmë. Çfarë parashikoni ju për 4 vitet e ardhshme, zonë Tapa? Nuk i parashikoj dot. Do t'ju pyes për këtë, do të jetë qeverisi e vështirë, do të ketë denoncime nga ana e Partisë Demokratike për aferat korruptive, do të punohet nga ana e SPAK-u, do të punohet nga protestat. Që Partia Demokratike, që Partia Demokratike do ta bëjë betejën e saj për zgjedhje të lira dhe të ndershme, kjo është pak po është e sigurt. Dhe kjo është një rrugë që do hecet. Më pas unë besoj që ne duhet paralelisht të përdorim qoftë denoncime, qoftë alternativën, por qoftë edhe kërkesën e vazhdueshme për zgjedhjet parakoshme me një qeveri teknike. Është më se normale. A mund të ishte një propozim mbajtje e zgjedhjeve të parakoshme dhe zgjedhjeve lokale në një kohë? Pa u zgjidhur situata dhe problematika e zgjedhjeve, unë besoj që është e parakoshme që të flasim. Por nëse ne kemi një situatë ndërmjetme me një qeveri teknike dhe me shumë çështje tjera të zgjidhura dhe të zauruara, pastaj është diskutim tjetër. Shikom, unë mendoj që ne ndodhemi në një fazë që kemi nevojë për një reflektim si shoqëri. Kemi nevojë për reflektim sigurisht ne në Partinë Demokratike, në vetë parë, klasa politike, por kemi nevojë edhe për reflektimin se çfarë përfaqëson parlamenti. A do kemi më atë debat në parlament si më parë? Parlamenti do hyjë në shkollë, pa termin e ditës sot. Patjetër për shkollë është bërë parlamenti. Muajt e verës do të jenë intensiv për 53 deputetë të rinj të Partisë Socialiste, doja t'ju pyesja në fund për këtë, po ju pyes pak tani, çdo fundjavë deri në fund të korrikut do të zhvillojnë kurse trajnimi për të njohur me politikat legislative dhe lektori i parë do të jetë kryeministri Edi Rama. Po ku ka më mirë se ai ti mësoj ç'është parlamenti? Ai ka 4 vite pa ardhur në parlament. Kupton domethënë çfarë parodie e madhe është kjo? Nuk di, është lajmi i ditës. Në drejtimin e Elisa Spiropalit, po edhe të Lindita Nikolës deri në një farë niveli vlera parlamentit ka rënë komplet. Nuk është parlamenti më arena debatit që prodhon argument, që prodhon mendim politik, që opozita 53 deputetë do jenë të rinj, domethënë. Pse mos ta shohim si diçka pozitive që mund të jetë? Unë do ta kisha parë si diçka pozitive dhe s'kam pas kur asgjë përkundrazi. Është akoma shumë mirë që politika të gjenerohet. Po këto kanë ardhur nga strukturat e Partisë Socialiste, kanë ardhur me meritokraci, kanë ardhur nëpërmjet një procesi përfaqësimi të shqiptarëve. Ne këtë pyetje duhet i bëjmë vetë sot. Dhe më vjen keq të them që parlamenti gjithmonë më shumë e ka humbur vlerën edhe si rezultati mungesës përfaqësimit politik, me figura politike, me një debat parlamentar, po edhe si parlamenti mbi palët. Sot parlamenti është një zgjatim fatkeqësisht i qeverisë. A duhet ndryshoj diçka në kodin zgjedhor, në ligjin e zgjedhjeve, më saktë në mënyrën si organizohen? Sistemi është gjëja e parë që duhet ndryshojë. Kam thënë kur është miratuar ndryshimi vitin e shkuar në parlament që ne na duhet një sistem që e lidh gjithmonë më shumë deputetin me zgjedhësin dhe jo ta largojë atë me zgjedhësin, dhe ne na duhet një sistem i cili reflekton votën dhe vullnetin e qytetarëve shqiptar, dhe jo një sistem që e deformon atë. Sot ky sistem e deformon atë. Edhe na vendos shpeshherë edhe në një garë me njëri tjetrin, na vendos edhe në një pozitë kur ne duhet gjithë energjitë tona dhe gjithë potencialin ton ta përdorim për betejën me kundërshtarin. Një tjetër lajm dite është hapja e grup kapitullit të 4, në fakt është përshëndetur edhe nga ana e kryeministit Edi Rama. Shqipëria mori dritën jeshile për hapjen e negociatave për grup kapitullin 4. BE-ja konfirmon përgatitjen për progresin ton, thot Rama, dhe për rrugën e sigurt në familjen europiane. Ti ma nise këtë lajm mua pak më parë dhe më thash ky është lajmi vjetër. Po, më the sa mirë doli ky lajm, që ta komentojmë. Po, ta komentojmë, po unë thash është lajmi vjetër. Domethënë ky është një informacion i vjetër i prillit. Ky është një informacion i prillit që ishte caktuar që gjatë presidencës polake në muajin qershor, sepse gjatë muajve të zgjedhjeve nuk ndodhi një aktivitet. Ishte një lajm dhe e di çfarë po ndodh tani drejt tani po ndodh ajo që duhet kishte ndodhur 12 vite më parë. Në 2013 duhet ishin hapur negociatat dhe duhet kishte ndodhur ky procesi, është komplet teknik dhe burokratik. E di çfarë po ndodh tani, se ditën e premte është dhe në Komisionin e Çështjeve Evropiane. Pak a shumë, po Komisioni Evropian i thotë Shqipërisë që ti për tu antarësuar në BE ke për të miratuar këto ligje. Për tu antarësuar në BE ke për plotësuar këto detyrime. Po Shqipëria po i plotëson me shpejtësi ama. Nuk po plotëson. Ti e ke dëgjuar edhe komisioneren Kos ke dëgjuar vetëm hapje kapitujsh. Deri më sot nuk kemi asnjë analizë, asnjë mbyllje, nuk kemi plotësime të asnjë detyrimi të ndërmjetëm, nuk kemi asnjë institucion që po raporton vetëm mos. Po që mbylli do t'i hapim njerëz. Patjetër, pra po, domethënë bën lajm hapja. Hapja është një lajm një proces kaq burokratik që duhet kishte ndodhur 12 vite më parë, që në fakt me thënë të drejtën kur ma nise
Më kishte dal nga mendja tha çfarë ka ndodhur. A mendoni që do ta marrim këtë pasaportën europiane nga Partia Socialiste apo ky është akoma avion vetëm për tim elektoral? Ta thash përpara zgjedhjeve, ta them pas zgjedhjeve, nuk kemi për ta marrë me Partinë Socialiste. Procesi i integrimit kalon nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Për sa kohë Shqipëria nuk organizon dot zgjedhje të lira të ndershme, kjo është një pengesë kryesore. Procesi i integrimit kalon ndaj në arritjet e luftës ndaj korrupsion, në arritjet e luftës ndaj krimit organizuar, ndërkohë që ti e ke kaluar krimin organizuar tashmë edhe në proceset zgjedhore dhe në proceset politike. Kalon nëpërmjet reformimit të administratës publike. Raporti OSBE Odirit thotë që administrata publike sot është e politizuar dhe e përfshirë nën presion në proces zgjedhor. Pas zgjidhur këtë çështje, Shqipëria nuk shkon në BE. Dhe kjo mungesë vullneti politik që na ka mbajtur në 12 vite, kjo mungesë vullneti politik do të na mbajë dhe tani. Nuk është procesi i integrimit në letër. Procesi i integrimit është në praktik. Duket sikur kjo juaj është një thirrje që nuk shkon në veshët e duhur, vetëm për një arsye, sepse për shembull në samitin e komunitetit politik evropian që u mbajt në Tiranë, duket sikur gjithë ata lider Po çfarë prodhoi samiti? Se ti je gazetar. Jo, gjithë ata i uruan kryeministrin Rama, përfitoren si thua. Tani këtej urohet përfitore, këtej kemi një tani procesi është i tillë që si rezultat edhe i presionit gjeostrategjik, po edhe situatës gjeostrategjike mbas agresionit rus në Ukrainë, fokusi ka ikur komplet nga çështjet të zgjerimit dhe çështjet e zgjerimit janë kthyer në çështje sigurie. Dhe fakti që për shkak të luftës dhe fakti që zgjerimi ka kaluar në kahë të dytë, duke pas parasysh rrezikun që ekziston me një luftë që ti e ke në prag të Evropës, sigurisht që dinamika do të jetë komplet tjetër. Këto janë takime normale, janë samite normale. Unë si gazetar ty të pyeta çfarë prodhoi samiti dhe ti më the u shtrënguan duar. Pra, kaq. Po nuk është një samiti mirëfill që nëse nuk duhet vendosëm në mbrojtje. Pikërisht, pra jo, domethënë kjo është gjëja, janë samite, janë takime që nuk prodhojnë absolutisht asgjë. Puna e vërtet në procesin e integrimit është plotësimi atyre detyrimeve. Atyre detyrimeve që Shqipëria ka edhe një grup kapitull tjetër për t'u hapur, që unë besoj do të avancoj gjatë qershorit, sepse ka qenë vendosur që kohë më parë, kalendari është vendosur që kohë më parë, dhe me një korrik kur fillon presidenca daneze, do të ketë pastaj komplet zhvillime të tjera. Cilat shpjegohet për zërat që thonë që ju domethënë doni ta pengoni procesin e integrimit të Shqipërisë në BE? Shiko, një grup deputetësh të cilët e ndjekin këtë proces që këtu e 15 vite, qoftë nga majoranca, qoftë nga opozita, lexojnë vazhdimisht raporte progresi dhe asnjëherë nga 2013 e këtej nuk është përmendur fjala e bllokimi i opozitës në procesin e integrimit. Para 2013 në raportet e progresit. Para 2013 ishte normale, 3 ligjet, qarku fjerit, ndërkohë që opozita e ka pasur qartë qëndrimin e saj. Ka njerëz që thonë bën mirë, ka njerëz që thonë bën keq, por Partia Demokratike ka lindë si parti pro-europiane. Dhe çfarëdo që të ketë në dorë, ka thënë dhe kryetari i partisë, çfarëdo hapësire që të ketë, do ta përdori për këtë proces. Edhe do ta përdori këtë proces qoftë edhe për të përmirësuar demokracinë, se kthehemi gjithmonë nga zgjedhjet, meqenëse janë diskutimi ditës. Pra, ju thoni që jemi larg këtij momentit të antarësimit, pra kjo 2030 që të gjithë ne po dëgjojmë çdo ditë, është 2040. Tashti kjo 2030 ka qenë samitin e Selanikut, Thesalonikit, që është artikuluar si datë. Sigurisht që tani që po afron, neve po e dëgjojmë më shpesh. Komisioni gjithmonë i ka mbështetur ambicjet e vendeve. Komisioni këtë deklarat ka bërë gjithmonë, vijimësisht, mbështesim ambicjet e vendeve të Ballkanit Perëndimor për procesin e integrimit dhe për antarësimin e tyre. Pastaj kjo është një proces merite që varet nga vendet. Insistoj edhe një herë t'ju pyes për lëvizjet tuaja politike si Parti Demokratike. Ky është mbase lajmi më kryesor që pritet për të përballur me këtë mandat 4 të qeverisë. Leti lëm kohë Partisë Demokratike. Leti lëm kohë OSBE Odirit të dali me raportin përfundimtar. Leti lëm kohë denoncimit procesit zgjedhor, strukturave të Partisë Demokratike që të mblidhen. Është akoma mesi i qershorit, nuk ka arritur mesi i qershorit, jemi në javën e parë qershorit, javën e dytë qershorit dhe jemi akoma në rinumrim për disa nga qarqet. Kështu që leti lëm kohë këtij procesit përfundojë edhe strukturat e Partisë Demokratike të vazhdojnë aksionin e tyre politik, por besoj që do kemi nevojë
nevojë edhe ne që të rishpikim veten. Do kemi nevojë edhe ne, sigurisht me një opozitë që duhet të jetë patjetër përballë qeverisjes për zgjedhjet, po patjetër përballë qeverisjes edhe për nevojat e qytetarëve. Rishpikim veten në shkuptim. Në kuptimin që kemi nevojë patjetër për një opozitë frontale, për një opozitë që punon me terrenin, me njerëzit. Modeli të bërit fushat, mbase ishte edhe ky pak jo juaj, po mënyra si po shkon politika tek qytetarët. Mos është edhe ky një model për të rishpikur? Ka shumë gjëra që duhet ndryshojnë politikën shqiptare. Dialogu me njerëzit, me qytetarët, ajo që presin qytetarët nga politika, mënyra se si ne duhet vazhdimisht jemi në kontakt me to. Po këto janë mësime për Partinë Demokratike edhe për të ardhmen. Po unë kam pa me shumë shqetësim në këto zgjedhje dhe përmenda pak më përpara frikën që kanë ndjej qytetarët dhe kam pa me shumë shqetësim faktin që kanë qenë të shumt në numër ato që më ka thënë që nëse nuk ndodh rotacioni politik me 11 maj ne do largohemi. Dhe kjo është një frikë që unë kam qoftë si qytetare, po edhe qoftë si politikane, sigurisht që nga Shqipëria. Dhe pyetjet, 2-3 pyetjet e fundit të shkurtra, si janë marrëdhëniet tuaja me, po themi, kolegët, disa kolegë në Partinë Demokratike që mbase mund të kenë shprehur, mund të ketë ndonjë kënaqësi për mënyrën se si shkuaj gara, po ka ndonjë, po themi, apo është konkurrencë e shëndetshme ajo që u zhvillua për listat e hapura, vendosin listat e hapura? Gjithmonë kur je në një garë në përmenda pak më parë. Se duket sikur ja mbylli gojën Rama në kuptimin që pak nuk kështu komentua, edhe kur dikush tentohej që të rinumëroheshin votat, tha që mos kërkonin. Kjo në Partinë Demokratike nuk ndodh. Unë e kam përshëndetur rinumërimin që në momentet e para, thash, le të ketë transparencë totale për gjithë qytetin e Tiranës, nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Unë ka besim ke integriteti i numëruesve të Partisë Demokratike, shumë nga ato kanë ndetur net pa gjumë, me thënë drejtën, edhe jo net leta. Se kanë qenë net shumë të vështira, kur ti kishe mësuar që forca jote politike ishte duke humbur, ato njerëz qëndruan aty. Ka qenë një proces i cili drejtohej dhe menaxhohej nga partia, nga drejtuesit politik, ka pas disa filtra. Gjithmonë në një garë, sigurisht që nuk kënaqen dot të gjithë. Nuk kënaqen dot të gjithë. Por e rëndësishme është që procesi të jetë sa më transparent. Dhe me zotin Ali Mehmeti, marrëdhëniet janë korrekte, të mira? Po, shumë korrekte. Nuk ka asnjë atërbetje, asnjë Absolutisht. Se po t'i bëjmë, imagjinojmë sikur t'i kishin bashkuar votat e të dyve, mund të kishte pasur akoma dhe më shumë rezultat për Partinë Demokratike. Fatkeqësi që ishit të dy në këto listat e hapura dhe që të dy jeni njerëz që keni një lloj populariteti dhe mbështetje të lartë. Nuk ishte komode, ai mori një mbështetje shumë të madhe, do i bënte mirë jo vetëm Partisë Demokratike, po edhe Parlamentit. Dhe unë akoma shpresoj që numërimi këtyre votave të pavlefshëm mund të prodhoj këtë mandatin e 14. Domethënë, rinumërimi që po ndodh në Tiranë, të them të drejtën, është pjesë e denoncimit total që Partia Demokratike i ka shkuar procesit deri në fund. Po sigurisht edhe faktin që çfarë ndodhi deri në momentin e kutive të votimit, sepse një pjesë e madhe e këtij vullneti u deformua përpara se të shkonte në kutinë e votimit. Komenti i fundit fare, po nuk ju do të papyetur për këtë. Duket absurde për shumë për këto zërat që thonë që juve u ndihmoi Edi Rama. Nuk rria do të pyetur për këtë, se duket shumë absurde, po. Shiko, në një garë kuti ishe fituesja e vetme, sepse unë mund të isha e vetmja nga lista e hapur, jo të gjithë do t'jenë të kënaqur. Ato janë 20 e pak mijë vota demokratësh. Janë vota demokratësh, të cilët kanë votuar mua, Partinë Demokratike, se kanë shkuar në thesin e Partisë Demokratike, dhe janë vota bio, janë vota aq të djatha. Sigurisht që disa mund të kenë votuar edhe mua si individ, por janë vota aq të djatha që kanë shkuar Partisë Demokratike, Mund të kesh dashamirës nga e majta, se Rama thotë që edhe të djathët e votojnë PS-n, po mund të ketë njerëz që ndoshta më përpara s'kishin votuar, njerëz që mundet të më kenë simpatizuar mua, po janë vota që kanë shkuar Partisë Demokratike. Pastaj këto teoritë konspirative ja lëm atyre që din t'i bëjnë. Faleminderit si gjithmonë dhe shumë faleminderit, edhe që folëm për ca gjëra që normalisht nuk flasim. Ne insistojmë ndonjëherë që të... Si gjithmonë, kënaqësia ime është për të bërë opozitë, për të diskutuar për opozitën, po e hapur edhe për çështje tjera. Ju shumë suksese. Faleminderit juve.